Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 1. Data 1 nëntor të 2025. Një muaj të mbar, një ditë të mbar dhe ka për qenë e mbar. Me qenë se pikërisht ky muaj e kemi thënë dhe thënë. Nëntori ka shumë ndikime, zhvillime të papritura. Por dhe shumë mundësi për të lidhur me çështjet familjare, të punës dhe të riformimit të gjërave të mëdha. Fillimi i muajit nuk është një detyrë e lehtë, pasi mund të ketë dhe ndikime në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me ndikime të mëdha, sepse kjo hene plot e datës 5 do na lodhi pak. Por nëse jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm, atëherë nuk ndodh asgjë, sepse hëna plot në boshtin Dem Akrep, i cili formohet paralelisht me kundërshtimin e Marsit nga shqiptari në Uran. Kjo hënë e plot ndikon veçanërisht edhe në vendin tonë, duke sjellë zhvillime në nivele politike, shoqërore. E kam thënë këtë edhe në fillim në datën 13, kur është video e keni atje, çfarë do ndodhi dhe çfarë do ndodhi në politikën tonë. Pra kemi dhe shumë gjëra të tjera kur duhet të keni kujdes, miqtë e mi të nderuar, do të keni kujdes në lidhje me çfarë ka ndodhur Trokisni, sepse është koha për të zgjidhur problematikat dhe gjëra të tjera. Pra gjithashtu ka të bëjnë me ndikime të mëdha. Hënë plot ndikohet veçanërisht në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, me ndryshime të mëdha që mund të keni të papritura në lidhje me çështjet ligjore, takimet edhe shumë gjëra të tjera. Por njëkohësisht kemi dhe Mërkurin në retrograd në dy shenjat të zodiakut, në shenjën e Shqiptarit nga data 9-11 deri me datën 18-11 dhe në Akrep nga data 19-11 deri me 29-11-2025, cili do të kthehet në rrugën e duhur mbas kësaj date. Mërkuri në retrograd na bën thirrje të rishikojmë dhe të riplanifikojmë planet tona, pra ja sa ndikim pozitiv që ka Mërkuri në retrograd. Edhe pse ne duhet kemi kujdes dhe të jemi të vëmendshëm në atë që neve bëjmë në planet tona. Mirë është që të shmangnim gjërat e mëdha, të shmangim vendime të rëndësishme, blerje të mëdha, që duhet të jemi të kujdesshëm me të dhënat tona, telefonike, kompjuterike, mjetet ose bankat, doganat, dokumenta, vullosje, firmosje. Keni kujdes, sepse një gabim që bëhet e keni juve në kurriz. Pra, siç të them që edhe që punat kam mike që firmosja nuk ka problem, sepse unë e njoh X-in. Por në kohën që e firmos, unë të them firmose, me ai më beson që unë e njoh dhe e firmos. Mirë po, unë jam jashtë problemit, se nuk firmos, nuk vullos asgjë, vetëm një fjalë goje. Dhe nëse pas nesër kujve të keni problemin tuaj, të thonë po mirë më Jorgo, ti më thej që firmos, pse ta firmos unë tani? Tani si bëhet këtij mohabeti? Unë shumë than, unë lajgoje me një fjalë, vetëm me një fjalë. Atëherë juve keni problemin. Prandaj këtu keni kujdes, sepse këto janë ndikime dhe problematike. Tani, para se fillojmë parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar. Për gjithçka juve ju intereson, lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet, takimet personale individuale, i keni atje. Dhe duke klikuar, duke parë, e shikoni dhe duke shikuar atje se kush nga paketat ju intereson, duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes dhe gjërat që mund të keni në lidhje me çështjet e punës ose udhëtimet, edhe duke për gjithçka juve doni, nuk është të thënë që vetëm për ato, po unë them se është në të mirën tuaj diçka e tillë. Pastaj duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që neve jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh tek ai butoni atje, ja pra ku e keni atje, e klikoni, ndiqni hapat dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin. Por ka filluar shërbimi, siç e kam thënë, membership. Çfarë është membership? Në YouTube, kur shikoni membership, atje keni që mund të bëni të abonoheni dhe aty mund të merrni pastaj shërbimet në privat, parashikimi për shembull ju dërgojnë datë lindjen pastaj, neve flasim me juve dhe direkt pastaj juve jepni ditëlindjen tuaj dhe neve ju dërgojmë për shembull parashikimin e muajit direkt juve personalisht, sepse membership është në mënyrë personale, individuale, private. Keni një çështje problematike, direkt ju shkruajmë dhe juve merrni përgjigjen atje. Prandaj është ajo që shkruhet atje membership për
persona që abonohen dhe marrin pashimin në kohë reale, gjithashtu në video që bëhen, keni parë dhe vetë, sepse bëhen javë para, 2 javë para, ju i merrni direkt, shikoni direkt, dhe jo vetëm kaq, por keni edhe shumë gjëra të tjera që do t'i zbuloni me surpriza të mëdha, sepse gjëja më e madhe është mirë dhe lirë. Shikojeni, hidhni sy, do më kujtoni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, dhe duket se tani është koha dhe momenti për të marrë vendime të rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të keni dhe jo vetëm. Është momenti dhe periudha ku gjërat jenë më të kollajta për juve sepse ka një ndikim shumë të mirë, një çështje pozitive në lidhje me anën ekonomike, në fushën e dashurisë, edhe pse me disa problematika të vogla, siç ka të bëjnë domethënë me bricap të 10 diçit të parë, me luan të 10 diçit të tretë që është perfektja, por gjithashtu dhe me virgjëresht të 10 diçit të dytë është koha dhe momenti i duhur për të zgjidhur çështjet problematike. Në një udhëtim është mirë që të rishikoni dhe një herë çfarë doni të bëni dhe ku doni të shkoni, sepse është koha më e mirë e mundshme dhe lidhje që kanë të bëjnë mundësi që do t'ju jepen në lidhje me udhëtimin dhe disa gjëra të tjera për dokumentacione është mirë dhe mund të ndihmojnë shansi sepse duke pasur parasysh bisedimet, ndikimet janë shumë të mëdha dhe dilni të fituar. Në një çështje shpirtërore, një lidhje problematike që keni pasur me peshorët e 10 diçit parë dhe me bricap duken të mbara sot. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, të duket se demi ka pasur dhe ka mundësinë e zgjidhjeve të konflikteve, e problematikave të ndryshme në kohën e duhur. Një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me takime pune, në lidhje me një mundësi të artë që mund të keni dhe koha që ka treguar dhe tregon që juve jeni me shumë fat në anën ekonomike, në anën pozitive dhe të biznesit. Meqense juve jeni mjaft të dhënë mbas ekonomisë, koha dhe problemi qëndron në zgjidhje të saj. Do të thotë në ekonomi do keni një mundësi shumë mirë dhe pse jo është koha më e mirë e mundshme për zgjidhur probleme të tilla. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me luan duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për këtë ditë, binjakët, si ditë e shtunë, data 1, ditë të mbarë dhe muaj të mbarë, ju urojmë në çdo aspekt, është dhe ka për të qenë, sepse është një moment mjaft i mirë për sa përket punës suaj, për sa përket karrierës suaj dhe ndryshime të njëpasqyrshme që do të keni miqtë e mi të kësaj shenje, ku është dhe momenti juaj për sa përket zgjidhjeve dhe kontratave të rëndësishme që do të keni në fushën e karrierës suaj dhe të punës suaj. Një moment mjaft i mirë, një moment që do të shikoni në lidhje me bisedime që do të bëni në fushën e karrierës, është një moment mjaft i mirë dhe tepër fantastik në ekonomi dhe në stabilizime. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, lidhet me virgjëresh dhe me bricap janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft produktive, mjaft ideale, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa përket shenjës së gaforeve, meqense gaforet do duket se këtë periudhë e kanë të tyren, kjo periudhë është mjaft e mirë dhe shumë pozitive në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të merrni në kohën e duhur. Është koha dhe momenti mbi zgjidhje të çështjeve problematike ekonomike, një moment mjaft i mirë për ju të shenjës së gaforeve, sepse gjërat do të ndikojnë pozitivisht dhe do arrihet ajo çka juve keni dhe doni në fushën e karrierës suaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të 10 diçit të parë dhe akrep të 10 diçit të tretë është diçka shumë pozitive. Madje në lidhje me bricap keni mundësinë dhe ndryshimin e madh që prisni tani e tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, meqense luanët janë mjaft të ndikuar për sa përket pikërisht kësaj periudhe, është një periudhë që nga një anë ndikohet në fushën e biznesit dhe të karrierës, në anën tjetër jep mundësi dhe çështje të rëndësishme ekonomike financiare, duke zgjidhur disa probleme të mëdha ekonomike, një problem shumë i madh keni pasur para disa kohëve dhe tani ka ardhur momenti për të parë se çfarë do të bëni në anën ekonomike financiare në biznes. Në çështjet që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen me ndryshime të mëdha financiare, është koha më e mirë e mundshme në ndikime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor të 10 diçit parë dhe me binjak duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshës, virgjëresha duket se ka të bëjnë me mundësi të arta, nuk ka një problem që do të keni diçka që nuk funksionon. Funksionon që të sheme të, por gjithsesi
është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, nuk diskutohet që mund të keni dhe mundësi të arta lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, por gjithsesi duke pasur parasysh edhe një çështje që është në anën tuaj, është një periudhë mjaft individuale, do ta thosha më tepër, sepse dita e shtunë në disa raste ditë pushimi, po ditë edhe marrje vendime të rëndësishme. Prandaj mos shqetësoni fare, keni mundësinë tuaj. Në lidhje me çështje shpirtërore, me peshk është ana juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket shenjës së peshores, meqense peshoret duket se tani e tutje, edhe pse kanë pasur disa çështje problematike në lidhje me takime, në lidhje me disa ndryshime do të thotë lidhje me punën e tyre, do bëhen disa biseda sot. Këto biseda janë biseda të rëndësishme për të arritur në finish, për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi, dhe kjo është periudha juaj dhe është momenti më i artë i qenë ndonjëherë në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me biznesin dhe lidhje me karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me ujor duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Meqense akrepët duket se tani e tutje kanë disa mundësi dhe mundësi të mira ekonomike financiare, një biznes që ata kanë pasur para disa kohëve, duket se tani e shqyrtojnë, rregullojnë, bisedojnë, dhe është një moment mjaft pozitiv, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshime, lidhje me vendime të rëndësishme ekonomike financiare, biznesin dhe kohë të tjera që do të keni mundësinë për të zgjidhur çdo lloj problemi, çdo lloj çështje të lënë pezë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gaforët e 10 ditë të parë, ujor të 10 ditë që është perfekta, por me dash është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Përsa përket shigjetarëve, duket se shigjetarët kanë disa mundësi, dhe këto mundësi që kanë tani e tutje mund të shfrytëzojnë për të mirën e tyre, sepse është momenti dhe koha më ideale e që ndonjëherë, sepse është periudha. Disa planete që ndikojnë tek juve duke filluar nga fillimi i këtij muaj të mbar, ju uroj, dhe ka për të qenë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime që do të keni në fushën e karrierës, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash të 10 ditë të parë, ujor të 10 ditë të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e bricapëve. Meqense bricapët duket se tani kanë stafetën për arsye të punës së tyre, sepse edhe në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën e tyre, me disa ndryshime të mëdha që do të kenë tani e tutje, janë ndryshime pozitive dhe çështjet ekonomike që marrin zgjidhje në çështje probleme të ndryshme që kanë, ose një takim i rëndësishëm është pikërisht tani në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, ujor të 10 ditë të tretë, është perfektja dhe jo problemi. Në fushën e dashurisë, me virgjëresh është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Me ujorët kanë mundësinë për të bërë bisedime sot, për zgjidhur problematikat që keni pasur para disa kohëve. Por kjo do të thotë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një takim që do ta bëni tani e tutje, nuk është se ka diçka shqetësuese, sepse për të shqetësuar nuk keni pse, sepse është koha më e mirë e mushme tani për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me takime, në lidhje me çështjet vendimtare që do të merrni. Megjithatë, është edhe periudha tani kur juve i keni të gjitha mundësitë si të zgjidhni problemin tuaj në lidhje me takime, në lidhje me punën, në lidhje me vendime, sepse ujorët gjithmonë e kanë këtë ndikim. Por gjithsesi është koha mjaft e mirë dhe tepër surprizuese për juve të kësaj shenje, ku momentet dhe koha është në anën tuaj, sepse fillimi i muajit mbar dhe gjysma e punës. Dashuria, duket se me Luan dhe me Binjak kanë mundësi të arta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për ju të shenjës e peshqeve, jeni në një farë mënyre në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën, në lidhje me një ndikim shumë të mirë që keni tani, edhe pse jeni pak të ndërlikuar ose më saktë mërziteni për gjëra të vogla, por kjo nuk do të thotë se ka probleme, nuk do të thotë se keni disa që nuk shkon, diçka që nuk realizohet, por është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në fushën e karrierës. Në lidhje me dashurinë, lidhje që kanë bëjnë me Virgjëresh dhe me Binjak janë të mbara. Pak vëmendje me shigjetar të 10 ditë të parë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 1 nëntor të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për të gjithë juve të shikues të nderuar që jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë klikoni tek astrologo.al, atë gjithçka e keni dhe duke parë dhe duke zgjedhur paketën tuaj në numër për kartës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni një parashikim apo një pyetje, atëherë kemi këtë butonin këtu.
mund ta shikoni duke klikuar dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nuk ndalojmë këtu. Por ju që jeni fans, doni të abononi, lirë, mirë. Atëherë membership. Ç'është membership? Membership është që juve merrni në privat parashikimin për 30 ditë ose parashikimin e muajit siç është nesër për shembull, e merrni direkt dhe ose në video ose me shkrim ose direkte dhe merrni datat e mira, kohën e vështira, por në privat dhe në gjithçka juve ju intereson. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme.